Dashurie dhe dashuranat e horoskopit, bashkë me mu. Po flasim sonte për hanën e plot të fundit për vitin 2025. Kjo është hana e plot e cila ndodh sonte në Bineq. Hana e plot më e mira edhe më e fuqishmja e gjithë vitit 2025. Hana e plot e cila përfundon ciklet e cilat kanë fillu në 2008, ata pak më ciklet pak më gjata, edhe ciklet e cilat kanë fillu kur ka qenë hana e re në qershor të vitit 2025. Po përfundojnë disa ciklet e cilat na nuk kena dash me përfundu, po pa çare kanë me përfundu tash. Edhe ky event qellor ka me na pru ndryshime edhe mbushje kupe të gjithë neve. Sa herë që e kemi hanën e plot, dihet që diçka po merr fund. Jo e dini që rritet të cilat doni mi bo gjatë hanës plot, janë gjana të cilat nuk doni me i pas mon jetë. Doni mi shkput kur është hana e plot. Kurse kur doni mi diçka me urrit në jetën e juj, atër doni mi bo ciklet në hanën e re. Sonte kene me folë për hanën e plot në Bineq, edhe shkojmë me shenjat të gjitha radhazi. Dashi, flasim pra për të vërtetat. Kjo e gjithë event, ky event i gjithë ndodhet në Bineq. Bineq të njofim ata të cilët të vërtetën pak e kamuflojnë. Edhe për atë e kemi hanën e plot aty, do të thotë që do të ndalin të vërteta. Për dashat, do të dalin të vërteta lidhur me motrat, vllaznit, kushrit, kolekt, të vërtetat të cilat ata në fakt kanë bajnë ma tepër me dashin e mbrëmshëm se sa me raportin me ta, me vllaznije, motra, kushri edhe koleg. Ka të bajnë me një të vërtet të cilë dashat nuk kanë dash me akallzu atyne. E kësaj radhe do t'i dali. Demi është shenjë më stabil, kena thani 100 herë. Stabil, kjo event qellor ata i gjenë në fushën e pareve edhe aty në gjanave të cilat demi menon që i takojnë. Demi menon që i takon diçka. Mirë po sa është e vërtet që i takon apo nuk i takon, atë do ta kuptojnë në këtë full moon, i cili do të zgjas një javë të plot. Mos më thoni sonte nuk ka ndodhur kur gjë, se e keni edhe një javë kohë. Për me kuptu diçka, a ju takon apo nuk ju takon dema. Binjaku është shej i cili na e thrasim si dyftyrsh, jo nuk është dyftyrsh, vetëm që ka shumë dallim prej asaj çka shohim në vitrin, prej asaj se sa ka çmimin brenda. Si për shembull, e shef në vitrin një jakne, edhe hyn me vet të pëlqen shumë. Hyn me vet sa ka çmimin 600 euro. E mirë është jakna, po jo për 600 euro. Ja, kjo është binjaku. Edhe të vërtetat e cilat do t'i dalin binjakut, kanë të bëjnë me ata çka ata në fakt kanë shef prej vetes. Bineq do ta kuptojnë që diçka e kanë rrajt veten shumë gjatë. Gaforja më intenzive në emocionet e veta. Ky event qellor e gjen me ndërdije të zhvillume, ëndra, intuit edhe gjithçka që ka ndodh në rregost. Një e vërtetë e cila shumë gjatë ata kanë shef prej vetes vet edhe prej të tjerëve. Kanë bë diçka vet edhe tinza tjerëve, kësaj radhe do t'i dalë në pah. Luanat më të bukurit ton, ata të cilët e zbukurojnë nejen, e mojnë nejen, kanë shumë miq, por çka është më rëndësi, s'duhet me thënë apo duhet me thënë, kanë edhe shumë anëmiq. Në këtë full moon, ata do ta kuptojnë kush janë në fakt anëmiq të vërtet. Jo vetëm kush janë, por edhe pse janë. Shumë është më rëndësi me e kuptu qëllimin e anëmiqve t'juj, për me ditë se si më mbrojt për ty. Virgjëresha. Ky event qellor Virgjëreshën e pret në një pozicion në të cilin Virgjëresha ka nevojë me reflektu mbi pozitën e vet, mbi atë se çfarë ajo dëshiron, çfarë pozicioni dëshiron me pas në jetë, në punë edhe në familje. Këtu ata do të kuptojnë një të vërtetë në të cilën ata kanë rrejt veten në fakt. Jo, kjo nuk ka të bëjnë me rrenat që ti ka bë dikush tjetër, ma tepër ka të bëjnë me rrenat që ja ke bë vetes. Edhe Virgjëresha do të ripozicionohet. Peshorja, sheja e cila është e vetmja gjësent në gjithë zodiakun. Çka na flet kjo?
Kjana flet për ftofësin që e kanë ata në kokë, edhe rezonimin me të cilin ata munden me vendos edhe me rezonu. E shohin situatën gjithmonë ftoftë. Janë gjithmonë të distancuar edhe janë gjithmonë në balans. Mirë, po kjo vend qellor, ata i gjenë në një fush ku ata kanë nevojë të kuptojnë përtej materiales, të kuptojnë diçka përtej asaj çka prekin edhe çka shohin. Përgjithëreshat kanë nevojë imediate që të merren me spiritualizmin, me çfarëdo lloj misticizmi, edhe të kuptojnë diçka përtej rutinës ditore. Një e vërtetë e madhe do të shfaqet për ta, ose përmes ëndrave, ose përmes intuitës, ose edhe sinkronizimeve. Akrepi shumë fatlum në këtë periudhë, sepse i ka pas aty edhe Venerën, edhe Marsin, edhe Merkurin, tash ata të gjitha i ka në shtëpinë e dytë. Plus hana e plot, po qilet një fush shumë e mirë për të fituar para, edhe për të fituar mundësi të reja, edhe bashkëpunime të reja. Shigjetari e pret këtë vend qellor me 3 musafer në shtëpi. Aty e ka Venerën, e ka Marsin, edhe Merkurin. E gjithë kjo darsëm ndodh të shigjetari. Përballë është binjaku, ku edhe po ndodh hana e plot, kurse dielli është në shigjetar. Kështu që në këtë vend qellor, më së shumti do ta ndinë shigjetarët edhe bineqt, po vjen një transformim i madh. Për disa shigjetar, besa edhe martesë. Bricjapi, një mbushje kupe në rutinën e juaj ditore. I bjen me thonë, me ju mërzit jetat të cilin jeni të e bosh çdo ditë. I bjen me thonë që duhet të ndryshoni diçka lidhur me rutinën e juaj ditore. Të hyni në punë, të nisni një sport të ri, një angazhim të ri, ose edhe hobi, por mos e lejoni që kjo hanë plot t'ju kaloj pa ndryshu diçka në rutinën e juaj ditore, se do të humbni ju. Ujori, ose do ta humb një dashuri, ose do ta fitoj një dashuri shumë të madhe. Sepse këtu kemi të bëjë direkt me fushën emocionale, edhe me ata dashurit të cilat në fakt ose ju kanë rrejt, ose i keni rrejt. Ka ardhur koha me dalë vërtetat në pa. Peshqit, më së miri është të merren me shtëpinë e vet. Rregullimin e ambienteve është fundi i vitit, t'i dekorojnë ato, të merren me gjëra kreative, sepse ky event qellor po i pret në një ndryshim të madh emocional, sidomos lidhur me nanën edhe me vendin ku jetojnë ata. Është bërë bajat vërtet gjithçka. Ka nevojë për ndryshime. Nëse s'mundeni me bën ndryshime të mëdha, atëherë bënini ato të voglat, ndrojani vendin orientive, ose merreni një ngjyrë dhe ngjyroseni muret e shtëpisë juaj, se do t'ju bijë një energji të re. Kështu erdhëm në fund të gjitha shejave. Ju e dini çka duheni me bë. Subscribe, like, comment në të gjitha faqet tona, si në Facebook, si në YouTube. Nëse keni qef mendim më tepër për astrologjinë, na jemi këtu edhe do t'jemi bashkë. Deri atëherë, ju duheni me qenë të butë me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët. Mirupafshim.